Sot platforma Liria ka emër së bashku me zonjën Eliza Hoxha dhe kryetarin e komunës Shaqir Totaj zhvilluan takim në zyrat e OVL-s së UÇK-s në Prizren. Me këtë rast, kryetari i OVL-s Dega në Prizren Isa Berisha shkruan: "Të nderuar familje të dëshmorëve, invalidëve dhe veteran të UÇK-s, si dhe qytetarë të nderuar të Prizrenit me rrethin. Fillimisht ju uroj ditën e pavarësisë së Republikës së Kosovës. Sot platforma Liria ka emër së bashku me zonjën Eliza Hoxha dhe kryetarin e komunës Shaqir Totaj zhvilluam takim në zyrat e OVL-s së UÇK-s në Prizren, ku ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e shoqatës së familjeve të dëshmorëve. Në këtë takim u dakorduam dhe dha mbështetjen tonë për protestën që të mbahet më 17 shkurt 2026. Agenda për 17 shkurt 2026 në orën 9, seancë solemne për ditën e pavarësisë në shtëpinë e bardhë. Ora 10, homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovic. Ora 10:30 minuta, nisja me autobus për protestë në Prishtinë në lagjen Arbana pranë shkollës. Në orën 10:30, nisja me autobus nga fshati Zhurë nga sheshi dëshmorët e Zhurit. Në ora 10:30 minuta, nisja me autobus nga stacioni i autobuseve në Prizren. Në orën 10:30, nisja me autobus nga qendra sportive Sezar Suroi në Prizren. Kjo është agenda për 17 shkurtin. Ju mirëpresim për pjesëmarrje sa më masive. Me nderime, kryetari i OVL-s së UÇK-s në Prizren Isa Berisha.